Pastrimi I xhamave me ujë të çmineralizuar është një alternativë ndaj pastrimit klasik të trytareve. Ky proces pastrimi pa kimikate është veçanërisht I përshtatshëm për sipërfaqet e jashtme të xhamit që janë të vështira për tu aksesuar. Masat e përgjithshme paraprake të sigurisë dhe mbrojtjes duhet të zbatohen për të gjitha operacionet e pastrimit. Në varësi të ambientit dhe nëse ka sipërfaqe delikate, mund të duhet një material mbulues dhe maskimi adeziv, një tapet për mbledhjen e papastërtive, një tabel rrezik rreshqitje dhe të gjitha pajisjet e nevojshme personale të mbrojtjes, si dorashka, syze dhe këpucë sigurie. Si osmoza e anasjellt, ashtu edhe filtrat e rreshqirës filtrojnë të gjitha mineralet nga uji I robinetit, që përdoret për të hequr papastërtitë nga sipërfaqet e xhamit. Uji I filtruar balancon nivelet e mineraleve dhe papastërtitë pastrohen. Para se të filloni nga puna, duhet të siguroheni që balanca e mineraleve është shumë e ulët. Që do të thotë 0 për milion. Për sipërfaqet e xhamit, fillimisht papastërtitë e ashpra, siç janë kohrizat e rrërës, pluhurit e tjerë, duhet të hiqen me ujë, para se të përdoret furça për të pastruar xhamin mekanikisht. Procesi I shpërlarjes kryhet nga poshtë lart, që më shumë papastërtitë largohen në mënyrë efektive. Është veçanërisht e rëndësishme të siguroheni që sipërfaqet e xhamit të trajtohen dhe të shpërlahen tërësisht, në mënyrë që tharja pa njolla të garantohet.